lidhjes demokratike të Kosovës që të lëshojë rrugë dhe të pranojë një president konsensual. Mirë Xhemal, mbetet për të parë se çfarë do të prodhoj ky takim i ditës së sotme. Nuk e di nëse ke informacion, Kurti dhe Abdi Xhiku shoqërohen me eksponentë të rëndësishëm të subjekteve të tyre për kaca apo janë vetëm ata të dy kokë në kokë? Nuk e kam parasysh se me kë ka hyrë zoti Abdi Xhiku tek hyrja tjetër këtu, zoti Kurti ka ardhi vetëm dhe pa zotin Murati që është ministër i financave, me gjas do të jetë one on one, një me një, ishte zonja Asmani zakonisht pjesë e këtyre bisedimeve, por këtë herë zoti Abdi Xhiku ka parasysh se çfarë dëshiron LDK-ja, e ka marrë aminin le të themi të anëtarëve të kryesisë dhe të grupit parlamentar dhe do të jetë një takim në cilin të dy liderët e kanë në dorë që të vendosin. Natyrisht asnjë diskutim për gjithë kompetencën që zoti Kurti ka të vendos, por me gjas njëjtë edhe pas atij rikonfirmimit të javës së kaluar do të jetë zoti Abdi Xhiku në gjendje që të marrë vendimet pasi që ka biseduar sërish sot gjatë ditës me grupin e tij parlamentar. Por duket që është e qartë edhe për vetëvendosjen që afati duhet respektuar dhe gjithashtu ekziston mundësia e lirë që edhe nëse nuk ka një marrëveshje të procedohet përpara me konstituimin e kuvendit dhe me zgjedhjen e kryetarit ose kryetares re që sipas gjitha gjasave prapë vazhdon të mbetët emri vetëm zonja Albulena Haxhiu. Por kjo do të merret vesh pak më vonë pas ditë. Po, Xhemal, edhe diçka të fundit. Ndoshta është momenti për të bërë një analizë për situatën në brendësi, nisur edhe nga fakti se menjëherë pasi ka takuar grupin e tij parlamentar, Abdi Xhiku ka shkuar tek Kurti. Kaq na bën mendojmë se Abdi Xhiku edhe Kurti në një farë mënyrë e gjejnë gjuhën e përbashkët, ama është grupi parlamentar i cili ka pretendime edhe ndasi. Lirë kam humbur zërin tënd për momentin, por me gjas kërkesa ishte që të bëj një analizë për gjithë situatën në cilin gjendemi dhe që natyrisht është pasojë e faktit që prej muajit prill Kosova operon me një presidente në detyrë dhe diskutimet që po vazhdojnë është nëse zonja Haxhiu është një presidente në detyrë, pra ushtruese e detyrës e lehtëshme, pasi që ajo dje është betuar gjatë ditës si deputete, një nga 120 deputete dhe nuk është kryetare e kuvendit nga legjislatura e kaluar. Njërë prej interpretimeve është që pa u konstituar i gjithë kuvendit dhe përpasur një kryetar të ri, zonja Haxhiu mbetet në atë pozitë, por ka një pjesë të madhe të edhe të ekspertëve ligjor që besojnë për as që zonja Haxhiu nga dita e sotme nuk është më kryetare e kuvendit dhe rrjedhimisht as presidente në detyrë dhe çdo vendim i saj do të ishte i kundërligjshëm dhe do të mund të kontestoj në gjykatën kushtetuese. Por vetë fakti që ka një takim të ri sot pra në këto momente duket se ka përpjekje serioze për të arritur këtë marrëveshje dhe për të evituar zgjedhjet e reja. Ajo çfarë po kërkon vetëvendosja vazhdimisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës është që të jap emra dhe propozime për president konsensual, të cilët nuk do të ishin nga LDK-ja, por do të ishin figura qoftë nga bota akademike apo të tjera, dhe që do të mund të përfaqësonin pra gjithë popullin e Kosovës në atë që si post do duhet të ishte unifikues posti i president. Mirë Xhemal, përshëndetemi këtu për moment, ndoshta zhvillimin e analizës do ta bëjmë mbas takimit të Kurtit dhe Abdi Xhikut, shpresojmë rezultate pozitive. Përshëndetje dhe të falenderoj.